Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin e përjashëm Pushosh Shqiptarçe. Kemi udhëtuar mjaft në guida pafund brenda territorit të Shqipërisë dhe shumë herë ato i kemi kaluar. Kuptoj që vëmendja më e madhe e jona është përqendruar në veriun e Shqipërisë, ku guidat pafundme kanë sjellë risi të reja për të gjithë teleshikuesit, vende që pak kanë hyrë mediat për të transmetuar apo për pasqyruar jetën e këtyre fshatrave shumë larg zonave urbane, ku dhe infrastruktura ka munguar. Megjithatë, në emision Pushosh Shqiptarçe, ato kanë ardhur në një formë shumë origjinale, shumë të thjeshtë dhe janë pasqyruar përmes përshkrimeve tona, por edhe intervistave të shumta me banorët. Dhe her pas here, në intervale kohe të caktuara, ne ndalemi në këto udhëtime dhe përpiqemi të kthejmë kokën pas, me dëshirën e mirë që këto udhëtime t'i sjellim në mënyrë të përmbledhur për të gjithë audiencën e emisionit Pushosh Shqiptarçe. Cilat vende duhet i kemi parasysh pasi temperatura tashmë po përmirëson, ne jemi në stin e bukur të pranverës, një stin ideale për të zhvilluar udhëtime në këto vende ku ne kemi shkuar. Pjesa më e madhe e tyre janë vende të njohura tashmë, por ne i risugjerojmë, janë disa vende tek të cilat ju pak keni shkuar ose keni shkuar në qendër të këtyre vendeve dhe nuk keni ndalur në zona të tjera që janë afër këtyre qendrave. Ne i kemi përmbledhur disa zona dhe i sjellim bukur këndshëm në emisionin Pushosh Shqiptarçe si një sugjerim i mirë për ju që të planifikoni fundjavat tuaja me njërë nga këto vende që ne propozojmë. Ndjekim të përmbledhje të bukur dhe rikthehemi sërish në studio. Lugina e Kirit edhe pse e përmendur pak e njohur nga vizitorët. Nëse ata që e përshkonin më së shumti rrugën në këto anë ishin banorët, tashmë vizitorët nuk do t'jenë më kalindthi, sepse punimet e rrugës kanë zgjuar shpresën. Kjo që na shohin gjatë rrugës është vetëm një pjesë e bukurive natyrore që kulti ka. Prej këto mund me pa atraksione turistike të ndryshme për të cilë turistat lokal as turistat e huaj nuk janë ndjeni. Prej këto ne mund me pa disa atraksione. Një ndërta është shpella Çokut, një shpellat më të gjata, më të thella në Shqipëri. Prej këto mundesh me pa kishën e Marknonajve. Prej këto po ashtu mundesh me kalu përgjatë luginës Kirit, një në luginat më të bukura të Shqipërisë, që ka një vegetacion të mrekullueshëm të kohën Gjelbert. Kjo nisur prej lagështinës që ka zona. Dhe më kurajozët ata që u lindën dhe u rritën në këto anë me dashurinë e madhe për vendlindjen, kanë nisur të shfrytëzojnë resurset e saj, duke e parë turizmin si një hallkë e rëndësishme edhe për zhvillimin e zonës. Aty ku në pamje të parë duket sikur pushtetin e ka patur vetëm natyra, tashmë njeriu i bashkangjitet duke ndikuar në harmoni të plotë me të. Udhëtimi ynë sot do të jetë drejt lagjes Kasnec të Kirit, 35 km larg Shkodrës, në njësinë administrative Pult, aty ku dhe do inaugurohet Camping Lugina e Kirit. Në këtë peizazh magjepsës shtrihet fshati i Xhan, i zhytur mes gjelbërimit ku para tij shtrihet dhe lagja Kasnec. Pulja është veni pa, është veni virgjë, si më thanë. Te i këtu mund vizitash Shoshin, Shalën, malin e Shoshit, qafën e Boshit, burimin e Kirit, qafën e Bishkasit. Vend që nuk është frekontuar dhe nuk është ashtu do një thije punë për me reklamu, se kjo është vend që reklamohet vetë. Kjo është një zonë e pashfrytzuar faktike dhe tu ka falë Zoti bukuritë e veta në tëna pikpamjet. Në pikpamjen natyrale si duket vetë, në pikpamjen mikpritjes të jashtëzakonshme si ka kjo zonë, ka shumë resurse të pashfrytzuar në këtë zonë. Faktikisht, inshallah, një mund Zoti njerëzve si të punojnë sa më shumë në vendet e veta, në zonat e veta, aty ku i kanë tash 400 vjet, do të thonë pronat e veta, zonat e veta, edhe çfarëzohet në mënyrë maksimale në tona pikpamjet për mirë. Nëse do hidhni të vështrimin rreth e rrotull, këtu përveç luginës së Kirit, në distancë fare të afërt, keni kishën e Marknokajve, kalan e Pjetër Spanit,
vend burimin e Kirit, shpellën e Çokut e të tjerë. Ndryshe Pulti njihet si vendi i 2000 hektarëve me gështenja. Zona e Pultit ka resurse shumë bukura turistike, është një zonë që ja ka folë Zoti gjithat mirat, mal me fush, edhe largësia prej Shkodrës është rreth 30 km. Pambëritur te Guri Mashës, tabela do t'ju orientoj lehtësisht drejt kampingut Lugina Kirit, vetëm 150 metra larg rrugës kryesore. Kulla e vjetër në nisje të hapësirës ku është vendosur kampingu na bën tejet kureshtar. Një kullë e lartë, e madhe, plot histori njerëzore dhe dëshmi e qëndresës në këtë vend. Unë këtë punë që i kam bërë këtu, e kam bërë kryesisht për të rojet e që m'ballon baba, për të rojet e mia. Kush ka jetuar në atë kullë dhe sa ka qenë kapaciteti gjithë anëtarëve familjes në kohën më të mirë të saj? Në atë kullë kena jetu 18 vetë. 18 vetë. I pari fare kush dëgjoi, fjala e kujt? Kena ardhë dikur, kena ikë pej kuqit Malit Zi, pej gjaqeve, jena të ardhën në Kijë. Edhe fisio në ashtu, ma ne kanë ardhë të revlazën, ka kanë Gjini, ka kanë Qeku edhe Gori. Këto që kena ardhë këtu, edhe i ka pranu në të kohë në Kiri. Edhe kena zonë vend jetu, ma me i fjallë që tash jena ashtu, jena të rilagje për i këtune të rëvlaznëve, po në këtë kullë jena rritë me i fjallë 13 fëmijë që jena ashtu 8 fëmijë edhe 5 agja. Sa vite është kulla me afërsi, me vite? Kulla është ba ka 72. Ka 72? Po, gjysa, kurse gjysa tjetër e ba i thje ma për para, nuk e mojme, nuk e mpari. Në fshatin Kacnes, por dhe të tjerë më afër, mund të gjenden kulla, por ato janë drejt rënimit të plot. Një pjesë janë në gjendje aktuale, të amortizume maksimalisht, por Allah, do në Zoti, inshallah, me kalimin e kohës, një mund Zoti edhe fëmijëve tanë, si jetojnë në Europë, në për diaspor, të punojnë diçka të vendorë në këtë vend, sepse këtu kanë kaluar shumë breza, kanë kaluar shumë. Ka pas, du të thanë, njerëz jashtëzakonshëm, ndash të mikpritja, ndash të besa, ndash të burnia, në tëna kushtet, si këna jetu, du të thanë, gjithmonë këtu janë lanë probat, edhe me të hujt, në kuptimin e mirë të fjallës, jo me lanë proba me shtyt hujnë, po kur ka ardi kush, në shta prisedim jëtë mirë i huji, këtu ka pas rezistencë të jashtëzakonshme. Vesh me i majt dhe me i mrojt të troje. Lusim Zotin, inshallah do në Zoti, edhe trit brazat që vinë mas nesh, ta majnë këtë, edhe pastërtin shpirtënore, edhe bujarin, edhe mikpritin, dhe shumë arsye tjera si ka këtë zonë. Para kampingut, një lëndinë e bollshme për vendosin e rulotëve të vizitorëve na tërheq vëmendjen me mallësinë e saj. Dhe jo vetëm sipërfaqe mjaftueshme për 10 ramjete, por dhe instalime të përfunduara tashmë që ju vinë në ndihmë vizitorëve, nëse do duan të kalojnë natën jashtë në shtëpizat që kanë sjellë me vete. Ende pambëritur të gjithë miq që do të jenë pjesë e inaugurimit, ne shfrytëzojmë kohën për të parë një nga mrekullitë e këtij vendi. Për këtë duhet të zbresim deri poshtë në Lugin, një distancë e afërt, më pak se 100 metra nga kampingu. Janë shenjat ato që e ndihmojnë çdo vizitor të gjejë shtegun e duhur. Ajo që ka ndryshu te zona e Pultit edhe te ne është qasja, është mendësia që na kena për me dashur të zonën. Shenjat që unë kam vu është diçka krejt e vogël, cilën mund ta bëjmë secili prej nesh. Kjo iniciativë është fal Gizit dhe fal mikut tëm të mirë në Smulaj, që kena bën shënimin e shtegut prej nga prej kalim me shku me dal në qafë Cukalit, majtë Cukalit. Përshkohet me lehtësi, pasi relievi nuk është i vështirë.
I zoti i kampingut e ka lehtësuar vajtjen deri aty duke pastruar shtegun dhe krijuar lehtësira. Që në momentet e para ujërat e pastra të lumit Kir të befasojnë. Këtu ato grumbullohen në një oazë tepër të bukur natyror, që do e lakmonte çdo vizitor. Një realitet si në botën e përrallave, vend teheti i përshtatshëm për zhytje e njëherësh freski që të pret të jashtë nga kurora e gjelbërt, e cila rrethon shkëmbejt. E të mendosh se ky vend nuk është më shumë se 35 km larg Shkodrës, por as që nuk e dinim se ekzistonte. Imagjinoni veten larg jetës së metropolit dhe në qetësinë e natyrës, vetëm me tingujt e faunës që dëgjohen këtu dhe freskinë e asaj që të rrethon. Këtu ku jena në qendër, kënena është lagje e Kirit Kasnesi, kurse kënena është kisha e Kirit Kënena sipër. Vend është i formuar për natyrën me shekuj që si Sa bukur, a kam ndonjë gojë dhënë, për shembull pak më përpara dëgjuam për këta 2 shkëmbinj që janë këtu, që dikur kanë qenë bashkë. Është e vërtet kjo? Lumi i Kirit është shumë i sidomos dimnit, është shumë i rrëmbyeshëm dhe faktikisht tu ka një erozion pa pam, po qysh se a që pylli edhe nuk pritet për që i ka për kooperativa për dru, me i fjallë nuk ka që rëmbim vetëm ujë, që me thanë me turinat metën e përpyll, po imagjine këtë gur dhe i para 10 vjetëve ka kanë bashkë me këtë gurin që i nodhet këtu dhe shife se sa ka largu dhe shife sa pesha. Pak vitesh, pra nuk vjen nga lashtësia kjo. Më dhe kjo është realiteti ndodhur dhe janë darë 2 gurët. Në vendet të tilla të virgjëra, ku betonizimi nuk ka as pak vend, është një kënaqësi të veçantë që të vish. Edhe rëra që gjendet këtu është krijuar nga natyra. Ky është shumë i pastër, edhe nuk është ujë i ftoftë, pra me fjalë që mund të rish. Ba me hyrë në nuk të bëhet me dalë për i ti. Jo, duket, dhe sot po e lakmoj njerë zakonisht. Deri në çfarë kohë? Dikur, deri sa të kapin dimni, që është në pranë vetë, sa të kapin dimni, se lumi i Kirit nuk është ujë, nuk është i ftoftë. Këtu ujërat nuk shterin as në gusht dhe banjot në ujërat e pasra mund t'i bësh deri në fillim të tetorit. Vendi nuk ndodhet më shumë se 350 metra mbi nivelin e detit. Tom Doka ka bërë një punë të admirueshme për ngritjen e kampingut, gjë që nuk ka qenë as pak e lehtë. Ai është njohës mjaft i mirë i zonës, jo vetëm në saj të pozicioneve që ka patur apo angazhimeve në projekte të ndryshme, por edhe ka rrënjët e tij në këtë vend. Tu pas parasysh se ka fillu dhe rruga, me qenë se deri për e kalë vjen asfalti, edhe këtu o baj punë, pa marshi se ka metën gjys. Vazhdon, inshallah po vazhdon puna. Unë me gjithë i shoqtonin, jena mundu me i dhanë, si me thanë, i shkni kësaj punët. Inshallah edhe tjerët do të pasojnë edhe do të ashtu do të shtohet kjo punë. Na kena mundu me pak sa të keni vend kontaktit ose si me thanë edhe për njerëzit edhe për ashtu. Por le të shohim kampingun, atë çfarë ka bërë dora e njeriut këtu. Qa që na shohim ka nis pak a shumë 5 vite përpara. Dhe ky projekt që na shohim këtu është vetëm një pjesë e projekteve që na kena realizu me shoqërinë e bashkëpunimit Pulti për zhvillim, si dhe me projektet e GIZ-it, GIZ Albania. 5 vite më përpara bëmë një studim për zonën dhe cilat ishin ato elementet cilat ne mundshim me i përdor për me zhvillu zonën. Filluam fillimisht me grumbullimin e bimëve medicinale, ndihmu me disa fermer, me disa pajisje për me mujt me i thallë me i ba më të aksesueshme këto bimë medicinale që zona i ka. Po ashtu punum edhe me blet, ishte edhe një projekt tjetër që ndihmu me disa fermer, me disa gëzoja dhe me mbashtimin e tyne. 2019, kur unë kam hyrë në zonë, zona ka qenë me vërtet shumë e shkëputur e izoluar, ka pasur informalitet lartë, dhe ne zgjodhëm si zonë për të parë se si bashkëpunimi ndërmjet fermerëve me njëri tjetrin mund të jetë zhvillim zonës. Ndërhyrjet e para që ne kemi bërë Kir ka qenë nëpërmjet bashkëpunimit për përmirësimin e cilësisë së mjaltit, që është një aset shumë i madh i zonës, mjalti i Gështenjës.
duke përmirësuar dhe shëndetin e bletës e të tjerë e të tjerë. Kemi bashkëpunuar me fermerët për bimët medicinale, derisa arritëm tek potencialet turistike të zonës. Pra është një mbështetje jo shumë e madhe në vlera, po do thoya me shumë vlerë për banorët e zonës, për faktin që ato kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, kanë parë se sa rëndësishme është mbështetësh ka njëri tjetri, sepse nëse nuk kanë bashkëpunim, është e vështirë që këto zona kaq të tërhequra të kenë edhe zhvillimin që duhet të kenë. Mos flasim pastaj për potencialet turistike që janë të mrekullueshme të zonës, zona është akoma e paprekur. Projekti kishte si qëllim vitalizimin e zonës, duke nxitur njëherësh edhe zhvillimin e turizmit. Ky është një projekt që kena përfitu me një projekt të Gizit që quhej TIP, Tourism Innovation Platform, ku ne aplikume dhe ishim ndër fituesit e Shkodrës. Kjo ishte indicia e parë që me bë një kamping pikërisht në Kir afër lumit Kir. Me kalimin e kohës na ushtu dëshira për me bë diçka më të madhe dhe Toma, padyshim si inovator që është, e bani edhe më të madhe shtëpinë e vjetër ku ai ka le dhe është rrit, ka venusë ta kthejnë kamping. Është një zonë shumë e virgjër, me asete të mrekullueshme, të cilat këto asete nëpërmjet këtij investimi këtu ishte një projekt, një thirrje që kanë bërë projektet e Gizit për ide inovative në turizëm, ku banorët e zonës aplikuan. Ka një fond të vogël, modest do thoja unë, krahasim me çka është bërë këtu për të hapur një shteg që quhet shtegu i bletëve. Dhe shtegu i bletëve na sjell në këtë, përfundon në këtë investim banorëve të zonës. Pra, do thoya që Gizi ka dhënë një shtys që banorët ta shohin potencialin që i ofron vetë zona tyre. Fshati Kasnes do të ishte fshati radhës ku Giz do përqendrohej. Edhe pse i strukur mes shpateve, veshur me gjelbërim, këtu jeta vazhdon. Kasnici ka ende shtëpi që jetojnë edhe gjatë dimrit. Kasnici që është thjesht për te lumit, ka shtëpi që jetojnë gjatë dimrit. Nga dhe disa banorë shoh që janë këtu. Që do thotë këto banorë mirë se sa t'i japësh mundësi të rrinë këtu. Unë do thënë më mirë t'i japësh këtyre mundësi që të rrinë këtu. Është absolutisht një arritje. Dhe nga ky projekt është ndihmuar financimi i kamping Lugina e Kirit, duke mbuluar një pjesë të buxhetit të shpenzuar. Një zonë e lënë harrez dhe nga ana tjetër, banorë që kanë shumë nevojë për përkrahje. E bukura kësaj është që ne favorizojmë edhe banorët lokal, cilët edhe kanë punu për me kthy nga diçka e vjetër në diçka të re, por gjithashtu edhe me shit produktet lokale që ata kanë. A ka produkte lokale këtu rreth rrotës Vilcona? A ka banorë që kanë edhe një interes të shtuar? Nëse do të ketë një kamping këtu, e kampingje dhe të tjera, sërish ata do e shtojnë prodhimin e tyre. Pra ka banorë që mund të punojnë tokët e tyre këtu? Patjetër që ka banorë, mas viteve 2000 normalisht si tona malësitë e Shqipërisë edhe zona Fultit u braktis, por ato familje që kanë met, patjetër që e kultivojnë tokën, merren edhe me baktit, me dele, me dhi, dhe këto produkt ata është më mirë me i shit këto. Me fillimin e kësaj punët të ky kamping, janë banorët lokal që do të kujdesen. Kampingu sot, përveç hapësirës së bollshme për vendosjen e rulotëve, ka 3 dhoma përfjetje, bar si dhe restorant që shfrytëzon prodhimet e zonës. Dhe të përnë të gjitha prodhimet e zonës, që është të mishit, të djafit, të dylmedit, të kosit, të gjitha të perimet, të patatet, pra nuk vetëm që se marrë në i birë që nuk këna fabrikë këtu. Pra ti do i prodhosh vetë këto, por mësuam dhe që zona nuk është braktisur nga banorët. Nuk është braktisur. Bashkëpunimi do të jetë sepse banojnë ata që kanë më të fortë dhe më të mirë në këtë vend banojnë. ata që ishin guri i rëndë që beson në vend vetë. Çdo ndërtim këtu është bërë me dru, në harmoni të plot me natyrën. Unë do të mundu me rujt originalitetin, me ashtu, pavarësisht se është bëma pa banueshme, po do të t'i ruaj originalitetin, do të mundohem që ose mundem me marrë vedin, ose me një mu në ata të afërmit e mi, se këtës në një mund tjetër kush. Inshallah, unë me të letra që ka shteti jonë sot i kam ba edhe për venin edhe për ashtu pavarësisht se këtu ala ky vend nuk ka tapia as shtëpiash, as toket, as
Jena në një fshat shumë të mirë, në një fshat që ka tradita nga më të mirët, nga gjitha fshatrat e Dugazhinit, që gjithmonë fshati i Dugazhinit Kiri është dallu për sofër të mirë. Nera ati gjithmonë ka kene veçantë. E mira, gjithat mirave është që edhe kanë shoqëru kohën, edhe shoqërojnë, sot kanë fillu që edhe të punojnë, të hapin edhe punë, të hapin edhe biznes, të punojnë edhe për vlerat e turizmit që ka në jonë. Në kamping Lugina e Kirit janë siguruar kushtet bazike për çdo vizitor, i cili i largohet luksit dhe vjen të pushojë në harmoni të plotë me natyrën. Por nuk mungojnë as dushet, lavatriçja, energjia, ujë i pishëm e të tjerë. I pyetur se a gjen lehtë punëtor në këto anë, Toma thot se Pulti, krahasuar me mjaft njësi të tjera administrative në Shqipëri, nuk është braktisur kur. Pothuajse çdo fshat ka njerëz që qëndrojnë aty dimër verë. Por mbetet ende për të bërë, banorët nuk doja dilnin vetëm pa përkrahje në institucioneve përgjegjëse. Besoj që dhe Ministria Kulturës me kanë më vëmendshme, është kalaja Pjetër Spanit, që projektun e muna me kap për 2 orë hiking, ose 1 orë gjysmë që ose je i fije ma i avancu. Është një kala, është një kështjellë e cila flitet që në kohën e Skënderbeu ka kënë këtu. Ka ardhur dhe ka marrë pjesë në pajtimin e 2 vëllezërve. Pra, kena monumente, kena qoftë monumente kulturore, qoftë monumente natyrore, për cilat turisti i huaj ose turisti lokal nuk është i informuar. Pulti ka potencialin për me kanë më i zhvilluar se sa është. E ndërsa për rrugën vijojnë punimet, me përfundimin e saj, banorët tregojnë të gatshëm të rikthehen në vendindjen e tyre dhe të shohin mundësitë e një zhvillimi. Gjithmonë ka makina tuaja, dhe gjithmonë ka makina off-road që kalojnë, ka filluar të ketë turistë me bicikleta, të cilët mendoj që tani do kenë një vend ku të ndalojnë. Nuk dua të jap një opinion të shkëputur, por dua të them çfarë kam vëzhguar unë gjatë ardhjes dhe tani që po vinim në rrugë. Kishte të paktën 3 makina me targa të huaja të cilat po kalonin rrugën, të cilat ka nevojë për një ndalesë apo për mundësia komentimi. Por po të bëhet rruga dhe të fillohet me unazën, patjetër që zhvillimi do të jetë pjesë e Pultit. Sa do të ndikojë rruga? Sepse kam përshtypjen që do orientoj krejt, do të ndaj një ekuilibër shumë të mirë të turistëve që frekuentojnë veriun e Shqipërisë. Nëse do të ishte rruga ajo, po punohet faktikisht dhe shumë shpresdhënëse. Ju që shikoni më nga afër, ndërtimi i rrugës sa do të ndikonte? Ndërtimi i rrugës do të ndikonte shumë, patjetër që atu punon rrugë, mungon asfalti dhe ndërtimi i rrugës ka me pas një kim pa, sepse tu janë nis për te familja jeme, nëse nesër mas nesër ka me kanë asfalti, unë kam me ardhur me investu te vani jam. A ka me kanë më i aksesueshëm në rrugë për ofertën dhe masanej me shit ofertën. Sot ka ndryshuar mendësia edhe e vizitorit shqiptar. Nëse deri dje ai përqendronte pushimet e tij pranë plazhit, sot gjithnjë dhe më tepër po kërkohen vende të reja, krejtësisht të panjohura, me dëshirën e tij për t'i zbuluar dhe pushuar pranë tyre. Në inaugurimin e kampingut Lugina e Kirit, e konsideruar si lulja e parë e turizmit në këtë zonë, kanë ardhur mjaft miq për ta mbështetur dhe përgëzuar Tom Dogën për investimin e bërë, i cili nuk ka vlerë thjesht individuale, por i shërben dhe zhvillimit të zonës. Me respektin më të madh jena për familjen e Tom Dogs, që na ka ofruar që të rrim bashkë një orë sot, të bëjmë një neje, të bëjmë një banket të bashkë. Edhe na me gjithë zemër të urojmë që këtu edhe të akzojnë, edhe të punojnë, edhe të arrisin vlerat, edhe vetit e familjes vetë, që i ka monarës e tjerë, gjithashtu edhe zonë Skirit, edhe Pultit. Kemi ardhur sot për ta mbështetur këtë shok, këtë mik, këtë dashamirës tonin. Se jena të gëzuar si ka marrë një hap iniciativë të fortë për me zhvillim kësaj zonet është pjesë kryesore e kësaj. Ne nga Prekali deri këtu, unë jam kënaqur parë deri këtu, nga gëzimi, se kisha disa kohë pa kalukni.
atje bukur, këtu bukur, këtu edhe më bukur. Për dëshirën tonë është më bukur aty në lumë se sa në detë. Një fillim marë shokun tonë Tomën dhe bravo i qofës, rikëthyn trojët e veta edhe i jep zemër edhe nes jem nga baraku i Gjanit. Si do ta formulojë ti ftesën për të gjithë teleshikuesit që janë duke ndjekur? Çfarë ftese do bëje për të ardhur këtu te kamping Lugina Kirit? Atëherë, fillimisht ftesa që unë kisha me bë, kishte me kanë për banorët e komplet Pultit, të cilët po atjetër kanë të njëjtën dëshirë, të njëjtën dashuri sikurse edhe unë. Për këtë zonë, sepse është zona jonë, ata me ata mundësi që kanë mos ta braktisim këtë zonë dhe masanej ftesa tjetër është po atjetër për pushuesit. Është një diçka që kjo zonë ta ofron, është një diçka, një qetësi që ti mundesh me gjetë këto. Nëse jeni mërzit ndoshta edhe me atë zhurmën e me atë turizmin masiv, mund me thonë, me gjetë një moment qetësie, një moment kënaqësie, pikërisht këto 5 minuta larg lumit Kir. Tashmë të gjithë miqt janë ulur në tavolinë dhe aroma e gatimeve tradicionale është përhapur në të gjithë ambientin. Siç e do zakoni, fjala hapse mbahet nga i zoti kampingut Tom Doka. Mirë se u kruni zoti. Po që i faqen e parë. Mirë që kini orë të tonë, po dallim, po nuk mund lopë falderu disa që kanë ardhë i fije më lërke kanë mosh më të vjetër, edhe kërësisht edhe këtë nërtusin dhumin që aloll tash 2 vjetë që ka nisë këtë punë. Kërësisht falderoj punojësit e gisit, 2 punojësit e gisit që kanë një shtys që për me fillu këtë aktivitet. E hoqinu kjo ftetanëve të po që faqen e parë, dhe tu një tjetë e juaj. Për këdotat, jam falë, noj, falem. Miq, unë ju uroj mirëseardhjen, mirë se ju gjeta këtu, në fakt, unë jam Mirdite e thënë ndryshe. Kozeta Bruçi më njihni shumë mirë, 20 vite që udhtoj në këtë rrugë, ndoshta as pak aq shpesh sa e bëni ju. Qëllimi i ardhjes time këtu është promovimi. Fillimisht dua të uroj Tomën për punën e mrekullueshme që ka bërë dhe iniciativën që do goxha Kurajo për mbështetjen shumë të mirë që i ka dhënë dhe Vilsoni. Falenderoj Gizin që është prezent këtu dhe që e ka treguar veten për disa dekada në të gjithë Shqipërinë, por sidomos në veriun e Shqipërisë. Falenderoj të gjithë ata që kanë dhënë opinione lidhur me ndërtimin dhe investimin që është bërë këtu. Unë kisha përgatitur disa të dhëna në fakt, por ju i dini ato shumë herë më mirë dhe këto të dhëna do të vlenin për teleshikuesit që do ndjekin. Çdo iniciativë që bëhet me sakrifica, që bëhet me një punë të ndershme, është mirë që ne ta promovojmë në rrjetet sociale, se nuk është puna të evidentojmë thjesht një kamping, por duke evidentuar punën e një kampingu, ndezi një dritë jeshile për shumë banorë të tjerë dhe po dhe unë e kam një kull atje, në Kasec apo më larg. Pse mos ta kthej dhe unë në një bujtinë e kështu zona të marrë zhvillim, sepse zhvillimi nuk vjen, pranvera nuk vjen me një lule, siç e thot edhe Frederik Ndoci. Ju bëft mirë kjo drek, faleminderit dhe ju bëft mirë. Falenderojmë ty dhe Tomën për sjellja këtë shkëndi për zhvillimin e Zotit Skirit. Se një shkëndi e bukur për me dhënë prioritet dhe rëndësi këtij vendit, s'ka gjë më të mirë se ka bërë me vështirësi, po ne ka vjet gjithë zot. I bakët nisëm që bani Toma i pari, edhe të tjerë kur të shohin zhvillimin e vëjecit përpara. Falenderojmë. Faleminderit shumë. Tashmë kamping Lugina Kiri do të qëndrojë mikpritse për çdo vizitor që do të vi këtu. Mjafton të ndiqni aksin Shkodër-Prekal përgjatë rrugës që shoqëron Luginën e Kirit dhe pas 35 kilometrave nga Shkodra do të shihni këtë tabelë orientuese. 150 metra më poshtë në krahun e majtë të rrugës ndodhet kampingu. E jo vetëm relaks në një vend të qetë e me një peizazh të mrekullueshëm,
por mundësi të pafundme për eksplorime në shtigje, shumë pak të përshkuara deri tani. Gjithë eksploratorët këtu do të gjejnë vendin ideal duke parë dhe shijuar diçka totalisht të re. Një vend që me siguri do të mjaftohen vetëm me një udhëtim për ta parë, por jemi të sigurt se do të rikthehen vazhdimisht pranë tij. Tash ju gjithë e keni parë filmin Flutra në kabinën time. Jo në kabinë kësaj radhe, po? Në shesh. Këtë herë. Po si e ke marrë e ke vënë flutrën aty njerë, dhe jo një? Po sa flutra ke vënë ti kështu në këtë gjendje kështu, me krahët hapur që të ekspozuara? Po. Kjo është sepse unë i rris vetë flutrat, edhe pas ciklit të tyre të jetës, pasi përfundojnë ciklin, i përjetësoj kështu i balsamos dhe merre natyrën. Merre natyrën në dorë. Ti kapi kultivoni bën oçu nga jeti? Unë nga Mjeda. Nga Mjeda. Okej, se mos kujtoni se gjitha gjërat e bukura ndodhin në Tiranë, në Mjet, më në Mjet. Jemi shumë afër me Shkodrën. Si e ke emrin ti? Marko Prendi. Okej, ti Marko ke bën një shkolla diçka? Biolog mjedisi, ka një vit që merre me këtë. Jo, ka një vit që merre me këtë aktivitet. Me aktivitet. Tani shneti me këtë ti ishe në shkollë, ke parasysh prindrit, ti thua duat ka flutra ti mbaj aty, pastaj ti balsamos. Kjo diçka që ka ardhur me kalimin e kohës. Nuk është se kam fillu shkollën me idenë që do merra me flutrat. Po si erdhi? Ka lind me kohën. Ka lind pasioni për flutrat, ka lind me kohën. Ti gjithmonë ke pas qef flutrat? Kam pas qef gjën e gjallë. Domethënë çdo gjë e gjallë. Po jo mos e tash i kështu me arinje dhe me tigra, nuk do bëjmë neve, po me flutra. Do kisha qef edhe me ato. Ti nuk është se je thjesht i dashura me flutra, po këto janë të imta dhe mbahen më kollaj. Kjo është më thjeshta për momentin. Okej. Si i mban ti tani këtu? Ku i mban ti këtu? Në kopshtin e flutrave, tek Eterna Leden. Pra ti nuk je ai që deri në Lëndinë e kap atje e sjell këtu. Jo, vjen ajo për. Okej. Po si rritet? Ua, është krejtë pa konceptuar. Si rritet flutra vet? Po përkushtova që ti krijosh kushtet për gjithë ciklat, gjithë fazat e jetës së saj, rritet. Nga veza, nga vemja, nga pupa dhe pastaj del flutër. Po pse ka kaq shumë llojshmëri flutra ashtu te ne, se ne nuk e kemi parë. Ne në Shqipëri kemi 163 lloje. Në Shqipëri? Në Shqipëri. Dhe ti këto në 63 gjë mënyrën që të vinë aty të ti të lloj? Jo gjitha, jo. Kam bërë temën e diplomës për Valdesin, edhe në Valdes janë rreth 30 specie. Jo të 30-at ka mundësin t'i rris, sepse kërkojnë kushte që rriten në mal, po ato që rriten fush i rris. Tani si rritet një flutur? Ç'a bën ti? Nuk ti ka jo se ti apo ju ken kafas? Kam me rjet. Po pra, tash edhe unë. Pra i keni një rjet të madh e vinë aty, nuk kanë xhelozi flutrat me njëra tjetrën në sulmon, si u prishin krahët. Janë territoriale. Edhe flutrat e kanë këtë gjë, ëh? Çdo gjë gjallë. Çfarë gjë problemet i kemi ne njerëzit, mo, dhe flutrat e kanë këtë gjë. Edhe njerëzit nga natyra kanë marrë këtë gjë. E kuptoj. Shiko, ajo është gjithsesi delikate, është e butë, etj. Ka diçka femërore të flutra? Femërore. Gjnia femër e flutrës femërore, po domethënë që të flutra mashkull. Si quhet flutra mashkull? Ska emër. Fluturak. Nuk ka term. Ç'a bëjmë meshkujt tek flutrat? Kodani po e krahasoj me njerëzit. Kohën e qiftimit e kanë shumë gjatë se njerëzit, shkon 16 orë. Çfarë thua? 16 orë duke kërkuar flutrën e vet? Jo, që qiftohen. Që bëjnë dashuri. Një mashkull dhe një femër bëjnë 16 orë dashuri. 16 orë shkon. 16 orë rinë duke bërë dashuri? Shkon deri në 16 orë, po.
Kjo është befasuese. Kur fillon akti, Po? mashkulli është ai që fikson femrën, domethënë femra vetëm rri poshtë, mashkulli fluturon, kërkon ushqimin për të dy. Domethënë është ai që mban peshën. Qohet me ushimin vjen. Po, nuk është se rri një vend. Edhe nga kjo dashuri sa flutura dalin? Me qindra. Ja vlen, ka 16 se bëhen nga... Ja vlen. Okej, voj 100 sop. Ja vlen. Lloje që ke? Këto janë lloje që nuk janë gjitha të Shqipërisë. Ato që rrisun janë kjo e bardha këtu, të bardhat përgjithsisht, kjo këtu, edhe kjo këtu, janë disa, janë miksim Po këto të tjera nga kolegë, janë nga kolegë në për Europë, biolog. Dhe si balsamosën janë shumë kurreshtare? Balsamosja është teknik që duhet me pas kujdes të pjesa e krave. Quhet tamam balsamosje, po ngrirje quajmë në termin biologjik, ku ne ngrim krahat flutrës edhe rreshu. Mos i trego sekrete, se filluan dhe të tjerë me flutra. Këto janë gjëra që i gjen edhe në YouTube fundje. Po në dimër jetojnë këto? Po i krijove kushtet po. A dhe në dimër jetojnë? Edhe në dimër. Po i krijove kushtet jetojnë. Shiko, ka ndryshuar diçka në karakterin tënd që kur fillove të merresh me flutra? Jo. Pak më vut, më sensibël me gjinin femërore. Ka qenë një frikë, se mos ndoshta të qenë që merrem me flutra, që flutra karakterizohet, lidhet me femrën, mos ndoshta kujtoj njerëzit që jam femër, po jo, jam mashkull. Pas flutrave fshihet një mashkull. Jo, ato se vë në dyshim, jo fare, po vetëm e kisha idenë që ka ndryshuar që ti t'jesh karshi femrës më delikat. Kam qenë gjithmonë. Merrem dhe me art. Mbarojnë femra mbas teje? Ja vetëm kështu kur i thua që single jam. Çfarë thua? Po pse? Ç'mi po? Po duhet dalësh nga mjeda. Nuk më lën flutrat, Vetë si marrin dot, do rrim aty në mjet. Je djalë fantastik. Ku i tregton? Ke mundësi apo jo? Në Instagram. Si të kërkon? Teleshikues? Eterna Leden. Bukur, klikoni aty vetëm Instagram. Në Instagram. Po, edhe mund të bëjmë porosi. A nuk do të ishte fantastik? Edhe personalizime. Pse si bëhet personalizimi nëse vendos një emër të flutra? Zgjedh flutrën cilën do të përdorësh, cilat pëlqen më shumë, nga ato që kam në dispozicion gjithmonë. Okej, dhe ti mund të shkruash një emër diçka e tillë që mund ta ketë? Edhe ajo bëhet, po përgjithsisht deri tani kanë ardhur zgjedhin lulen, zgjedhin flutrën. Kjo është fantastike. Zgjedhin mënyrën e kupolës. Po, jam shumë kuriozitar. Kjo është e vogël për shembull. Ja ti ke edhe më të mëdha. Sa shkon çmimi i kësaj? Hyra një ide. 1000 lekë. 1000 lekë vetëm kaq? Po kjo është fantastike. Krahasim me çmimin e tregut janë shumë të lira. Shumë e lirë. Kur mendoj mundin për të arritur, për ta kapur, për ta vendosur kaq estetikisht dhe për të bërë dhuratën më të veçantë që ekziston në botë. Po ty të lumt. Shumë faleminderit. Edhe një herë thuaj atë adresën aty më që ta fiksojnë mirë, mos e tutje s'ka më dhurata të tjera, do merrni nga këto dhurata dhe do bëni për njerëzit tuaj të zemrës. Thuaj edhe një herë adresën? Eterna Leden. Okej. Të përgëzoj shumë. Shumë faleminderit. Je fantastik. Faleminderit shumë. Po të drejtë, nuk është se kisha në plan që me dalë në për intervista. Jo, po unë i përuja ekskluzivitetin. Jo, tek unë, te pusho shqiptar që është vend ideal. Faleminderit. Shumë faleminderit. Zakonisht vizitorët që zgjedhin të qëndrojnë vetëm pak orë në Durrës, kryesisht ato të paradites, harrojnë se ky qytet ka hijeshin e tij edhe në mbrëmje, ku lëvizjet e qytetarëve vijojnë deri në orët e vona. Teksa na shoqërojnë pamje që e vërtetojnë këtë, le të japim edhe disa të dhëna të tjera për këtë qytet. Durrësi është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri, shtrihet në pjesën qendrore të ultësirës perëndimore shqiptare. Buzdetit Adriatik, rreth 37 km në perëndim të Tiranës. Ai ndodhet 44 km në perëndim të Krujës, 110 km në jug të Shkodrës dhe 123 km në veri të Vlorës. Ai është qyteti më i lashtë në Shqipëri. Gjetjet arkeologjike pranë Kepit të Palit, 8 km në veri të qendrës aktuale, na tregojnë për një vend banim të themeluar që në periudhën e Neolitit të vonë, nga një popullsi e panjohur, e cila përdorte materiale të importuar nga ishu i detit Cikladës në detin e Gjë. Burimet historike, veçanërisht ato të periudhës romake dhe bizantine, na japin një histori të pandërprerë të Durrësit, të paktën që nga epoka e bronzit të vonë. Sot Durrësi është qyteti i dytë më i rëndësishëm në Shqipëri për nga ekonomia dhe demografia. Sipas censusit të vitit 2011 në territorin e Bashkisë së Re,
Durrës banojnë 175.110 vetë, ndërsa sipas regjistrit civil të vitit 2021, popullsia rezidente është 299.989 banor. Qyteti është qendra e prefekturës dhe qarku të Durrësit. Ekonomia e qytetit ka si bosht kryesor portin. Porti i Durrësit, më i madhi në vend, ndodhet përballë porteve italiane të Barit, 220 km, dhe Brindisit 150 km, dhe siguron lidhjen detare me të gjitha destinacionet kryesore në detin Mesdhe dhe Mëgjër. Aty përpunohet mbi 90% e të gjithë volumit të ngarkim-shkarkimeve portuale në rang vendi. Durrësi është gjithashtu nyja infrastrukturore më e rëndësishme e Shqipërisë, pasi lidh jugun e vendit me veriun dhe gjithashtu është piknisja dhe pikmbërritja e të gjithë rrjetit të hekurudhës shqiptare. Një destinacion mjaft interesant tek i cili mund të shkoni është Kalaja e Prezës. Ndodhet në segmentin rrugor mes aeroportit të Rinasit dhe Durrësit. E gjeni lehtë pasi dhe tabelat ju orientojnë drejt saj. Me bindje do thonim se është vendi ideal për të shkuar në këtë sinë. Fluksi vizitorëve për momentin është i ulët dhe aromat e kundërmimit të luleve këtu të dehin totalisht, pa llogaritur peizazhi mahnitës prej të cilit nuk shkulesh dot. Kalaja e Prezës është ndërtuar mbi një shkëmb i cili zgjatet duke ulur në drejtim të jugut. Ana juglindore e Kalas është mbrojtur nga vetë terreni, kurse ana perëndimore përbën një territor të sheshtë, prandaj dhe fortifikimi është përqendruar pikërisht në këtë pjesë. Kalaja ka planimetri 4 këndore me brinj 80 dhe 50 metra. Ajo përforcohet në përqoshe me 4 kulla që kanë planimetri rrethore. Në murin perëndimor të përforcuar, më tepër sistemin fortifikues të Kalas, pasi kjo pjesë është më e ekspozuar dhe më pak e mbrojtur ndaj sulmeve, si dhe ka një largësi të konsiderueshme midis kullave. Është ndërtuar një kull 4 këndshe e dal nga muri. Në faqen jugore është ndërtuar një kull tjetër 4 këndshe për të mbrojtur hyrjen e vetme të Kalas. Kjo kull përforcohet dhe nga obori që ndodhet në përbërje të saj. Në Kala kemi 4 faza të ndryshme ndërtimi. Periudha e parë lidhet me fortifikimin e Kalas, e dyta lidhet me rindërtimin e mureve rrethuese, e treta ka të bëjë me ndërtimet që janë bërë brenda mureve rrethuese, kurse faza e katërt lidhet me ndërtimin e një kulle sahati që nuk ka të bëjë me sistemin fortifikues, por i përket një periudhe të mëvonshme. Periudhës së parë i përkasin vetëm muret rrethuese, të cilat ruhen në lartësi të ndryshme. Për maset e vogla të saj, si dhe qëndrueshmëria jo shumë e madhe e mureve rrethuese, e klasifikojnë këtë Kala si një objekt që ka shërbyer për vëzhgimin e rrugëve të rëndësishme ekonomike dhe ushtarake, që kalonin poshtë saj, në përfushën e Tiranës. Ndihmesën e parë për sa i përket datimit të saj na jep Marin Baleti. Në pjesën ku bën fjalë për ardhjen e ushtrisë turke dhe rrethimin e Krujës, ai përmend fushën e Tiranës, që vendos midis qytetit të Krujës dhe qytetës së Parthinëve. Më poshtë ai thotë se kjo qytet quhej me emrin Prezë dhe ishte kthyer në një gërmadh. Ky përcaktim i fushës së Tiranës i bërë nga Marin Baleti, duke se është mjaft i saktë dhe nuk lë vend për dyshime. Preza përmendet sërish më vonë në një relacion anonim të vitit 1570.
Ky relacion bën fjalë për rindërtimin që ishte bërë Kalas nga turqit. Problemi i datimit të Kalas ka qenë mjaft i vështirë. Mi po përmendje e saj në një gjendje të mjerueshme nga baleti tregon se ajo duhet jetë ndërtuar pa rrethimeve të krujës nga turqit. Kjo e klasifikon informacionin e relacionit anonim të vitit 1570 si jo të saktë. Pra, siç e përmendëm më sipër, ajo në vitin 1466 sipas baletit ishte kthyer në një gërmadh. Që të arrinte këtë gjendje të shkatërimit, ajo duhet të jetë braktisur shumë kohë më parë, pra që në fillim të luftrave të Skënderbeut. Arsye e braktisjes së saj mund të ketë qenë pa aftësia për t'i rezistuar luftimeve dhe rrethimeve të gjata. Si kohë e mundshme e ndërtimit të Prezës mund të ketë qenë fillimi i shekullit të 15 nga Principata e Topijasve, e cila ishte zotëruese e kësaj zone. Albanologu dhe eksploratori Hang, kur kaloi në këtë zonë, e përshkroi. Vetë kështjella ndodhet në majën më të lartë të vargut kodrinor që shtrihet ndërmjet këtyre dy luginave. Pjesa e këtij vargu kodrinor, që takohet fillimisht në këtë maj, quhet Varosh dhe thuhet se këtu të ketë qenë vendosur qyteti në kohët e lashta. Sipas autorit Papajani, kjo kala është braktisur në kohën e Gjon Kasriotit dhe më vonë nuk u rindërtua më. Pas pushtimit të krujës nga Osmanët, aty u bën disa rindërtime si dhe u ndërtua një objekt kulti. E nëse dham informacione të vyera historike, mos harroni edhe një fakt tjetër shumë të rëndësishëm. Këtu gatimet janë tradicionale dhe me një shije të jashtëzakonshme. Më kryesorja, çmimet janë tepër të ulta krahasuar me restorantet që hapen në vende të tilla turistike. Vizitojeni se nuk do të zgënjeheni. Korça ofron turizëm për të gjitha kategoritë e vizitorëve. Nëse agjencitë deri dje kanë hasur vështirësi me akomodimin, pasi mungojnë hotelet me kapacitete të mëdha, ne do t'ju sugjeronim njërin prej tyre, i cili jo vetëm ofron shërbimet mjaft të mira, cilësi, por është dhe shumë ekonomik. Nëse jeni grup i madh e thëndryshe, e keni problemin të zgjidhur. Mund të qëndroni në hotel Alysa dhe jo të shpërndaheni në 2 apo 4 vende të ndryshme. Shumë kënaqësi të vish në hotel Alysa, është shumë afër qendrës në Korçë, edhe shohim që ka një fluks të madh që nga momenti që kemi ardhur, jo vetëm thjesht prezenca e autobusit që është tu, po vizitorët e shumë që ka. Nuk e di nëse ky hotel këtë kapacitet dhe këtë fluks pune ka gjithmonë. Ju falenderojmë ju për mirëseardhjen në hotelin ton, siç edhe ju e keni shikuar, domethënë që vihet re, kjo është mikpritja e korçarëve dhe jo vetëm e vizitorëve vendas, po dhe atyre të huaj, dhe realisht një hotel familjar që mirëpresim vizitorë nga e gjithë bota dhe Shqipëria. Kjo rutinë është pothuajse çdo ditë. Okej, ju thatë që keni vizitorë nga Shqipëria. Ka dhe jashtë Shqipërisë vizitorë që vijnë nga vendet fqinja apo dhe më larg? Po, kemi vizitorë që na vizitojnë shumë të huaj nga Franca, nga Gjermania, nga Greqia gjithashtu, sepse jemi vend kufitar, por dhe jo vetëm. Ju vendosët të parët francezët, sepse edhe kur ishim të pazari vjetër mbrëm, dëgjuam shumë frëngjisht. Mos është një risi ardhja e francezëve këtë vit, apo kështu ka qenë gjithmonë? Po, ky vit mund ta quajmë një risi të francezëve në qytetin e Korçës. Korça quhet si një Paris i vogël apo jo? Si duket kjo ka shkuar atraksioni që edhe i ka sjell francezët tek Parisi i dytë i vogël. I Shqipërisë. Ndalim pak se vizitorë që vinë nga Shkodra. Kuptohet të shtuar, sidomos mbas Covidit 2019, fluksi i të gjithë vizitorëve në Shqipëri që dëshirojnë ta shijojnë Korçën dhe gjithë udhëtimet e tjera, por Korça mbetet si gjithmonë elitar. Me shkodranës mirë marrëdhëniet vinë e kërkojnë. Marrëdhëniet Korçë-Shkodër, përveç se marrëdhëniet e biznesit, ne kemi dhe marrëdhënie krushqie, kështu që jemi shumë afër me njëri tjetrin, bashkëpunimet janë të shumta edhe me agjenci turistike nga qyteti i Shkodrës, me grupet që ne bashkëpunojmë dhe është një bashkëpunim i suksesshëm. Okej, ne gjetëm një hotel tu, po ju dispononi dhe një agjenci dhe janë të alternuara shumë mirë gjëra. Ne mund të afrojmë edhe paketa turistike, duke marrë grupe që nga Korça me minibusat e agjencisë dhe bëjmë turin qoftë brenda Shqipërisë, qoftë jashtë, nëpër qytetet e Shqipërisë, nëpër Ballkan, nëpër Greqi që kemi afër vendet kufitare. Pra një rrezë shumë dhe gamë shumë e gjerë. Si mund t'ju kontaktojnë? Te agjencia si funksionon zakonisht?
Tek agjencia ne mund na kontaktojnë nëpërmjet rrjeteve sociale që kemi Facebook, Instagram, gjithashtu dhe numrat e kontaktit që kemi të afishuar tek agjencia jonë. Agjencia turistike Gjaka Tregët. Okej, dhe bëhet fjalë për grupet e vogla, grupet e mëdha apo mbulojnë të gjitha kapacitetet? Ne mbulojmë të gjitha kapacitetet. Duke filluar nga minibuzat me 8 vëndësh dhe unë sapo nisa një grup sot për në qytetin e Ohrit në Maqedoni. Ke filluar nga grupet të vogla minibuz 8 vëndësh deri në grupet të mëdha 50-55 vëndësh. Okej. Na ka qelluar të vim me agjenci turistike nga Shkodra, por kemi pasur gjithmonë këtë problemin që një pjesë do flinte te kjo bujtinë e thënë ndryshe ose shtëpi e vjetër karakteristike korçare dhe një pjesë do shkonin në një vend tjetër ndërkohë që ndaheshin grupet. Ndalemi pak këtu te hoteli, si funksionon dhe sa kapacitetet? Hoteli jon ka kapacitet të bollshëm, ne disponojmë 27 dhoma të tipologjive të ndryshme. Kapaciteti maksimal i akomodimit të personave është 55 persona që akomodohen në hotel. Domethënë, ai autobusi që ka ardhur aty e ka bllokuar të gjithë hotelin, pra asnjëri nuk ka shkuar të flet diku tjetër. I vure re që kishin harmoni shoqërinë që në mëngjes sot dhe morëm edhe disa plane, kështu që është gjë e mirë të gjejmë kapacitete në Korçë, sepse turizmi u duk sikur para 10 viteve filloi pak si papritur në Korçë. Korça e bukur ka qenë gjithmonë, por ndoshta u gjete pa përgatitur për sa i përket akomodimit dhe ju e pas keni këtë favor. Struktura akomoduese ka mjaftueshëm në qytetin e Korçës, paktën sipas statistikave dhe nga institucionet vendore janë verifikuar rreth 3800 shtretër, por një pjesë e madhe janë me kapacitet të larta për të siguruar mjetet të transportit, të themi minibuzat të mëdhenj. Okej, lidhur me çmimet se të gjithë pyesin tani është e pika e dobët. Ne jemi në çmimet familjare, në çmimet standarde, nuk jemi në nivele shumë të larta, jemi për tregun, për klientët ekonomik, të themi. Qartë, të cilët jo vetëm një ditë, mund të zgjedhin të rinë më shumë se sa një ditë dhe ta kenë si qendër për të vizituar pasaj dhe pikat e tjera. Atëherë grupi që ne sapo që keni parë dhe ju kemi akomoduar është për 3 net qëndrimi në Korçë, që do të thotë ai do vizitoj komplet rrethinat edhe vendet atraksione turistike që ka gjithë zona e Korçës, të themi. Është edhe kjo mundësi tjetër, për shembull vim vizitor nga Shkodra, të cilët vinë me makina të vogla, realisht mund të jenë 2 makina të vogla, bëhet një grup prej 8 vetash, po mungon informacione për të vizituar vendet turistike dhe mund ta humbasin shumë kohën duke pyetur, gjë që nuk ta favorizon as infrastruktura. Ju merrni përsipër nëse këta persona akomodohen në hotelin tuaj, ti shoqëroni në pika turistike. Kjo ka qenë një pikë forte jona, që kemi shprehur bashkëpunim edhe me hotele të tjera, duke qenë se disponojmë me automjete të agjencisë, duke mbledhur të gjithë turistët që vendas dhe të huaj, ti mbledhim nëpër hotele dhe ti shëtisim nëpër gjithë qytetin e Korçës, qoftë edhe me mjetet e agjencisë që nuk kanë mundësi të shkojnë me mjetet e tyre familjare. Dhe ka patur interes, por pjesërisht. Pjesërisht, ndoshta nga që nuk e kanë këtë informacion, por kjo është shumë e rëndësishme sepse ka nga ata që duan grupe të vogla ose makinën e tyre sepse nuk ndihen rehat në grupe të mëdha, por problemin e kanë si do ta vizitojnë Korçën se nuk i di vendet ku janë. Kështu që ju merrni përsipër që të bëni guidën dhe ti shoqëroni pa humbur ata kohën. Patjetër, ne i kemi orientuar edhe në guidat që ofron qyteti, edhe në të gjitha sajtet që ofron qyteti, gjithashtu për të vizituar një atraksion turistik, qoftë edhe me mjetet e tyre personale, kur nuk e kanë patur këtë informacion, kemi qenë shumë bashkëpunues dhe dashamirës me klientët. Okej. Një ftesë për të gjithë shkodranët që janë duke të ndjekur edhe po mendojnë sidomos të pikën e fundit, se ata e duan atë makinën e tyre personale për të ardhur. Si u t'i ftojmë shkodranët për të ardhur dhe vizituar Korçën? Atëherë Korça është e bukur edhe nuk është nevoja që ta reklamojmë ne më së shumti. Shkodranët janë gjithashtu bujar edhe shumë ikpritës dhe ne i presim për një bashkëpunim sa më të pritshëm. Se ja. Shumë gjë e mirë. Keni qenë ndonjëherë në Shkodër? Po, patjetër kam qenë tek Alaja e Rozafës, kam qëndruar 2 net në Shkodër, kam vizituar pedonalen e qytetit dhe Korça është një qytet fantastik. Okej, e dini që jemi pak në konkurrencë në thonjza me njëri tjetrin, e dini këtë. E ndjeni ju në Korçë se ne atje bëjmë gjoja sikur nuk e shprehin, por ekziston një lloj konkurrence Shkodër-Korçë. Unë nëpërmjet agjencisë turistike kam promovuar shumë Shkodrën, kam sjell shumë grupe turistike dhe për këtë arsye më pëlqen bashkëpunimi që kemi edhe me agjencitë në Shkodër. Okej, na bashkon kultura, historia dhe tashmë na bashkon edhe turizmi. Edhe turizmi, që është një pikë kyçe dhe e rëndësishme për të gjithë.
Ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që përmes kësaj interviste kemi informuar të shkodranët të cilët ta marrin parasysh ardhin në Korçë. Do ta kenë shumë më të lehtë nëse zgjedhin agjencinë Xhafa për travel, për t'u orientuar, po ashtu edhe Hotel Alysa. Për t'u akomoduar dhe për t'u ndjerë në shtëpinë tuaj. Ju mirëpresim. Faleminderit shumë. Kjo pra ishte përmbledhja që ne kishim përgatitur për sonte, si një sugjerim i mirë për të gjithë ata që duan natyrën dhe e kanë mundësi gjastinës së pranverës të shkojnë tek këto vende, të lëvizin, të udhtojnë, të mendojnë në udhëtime 1 ditor, 2 ditor apo më gjatë. Këto vende ju mirëpresin, kanë krijuar tashmë ato kushtet bazike në radh parë për çdo pushues që dëshiron të eksplorojë këto vende, por më pas të gjithë ata që dëshirojnë edhe një turizëm më cilësor do të gjejnë pikërisht në këto vende çdo gjë që i përgjigjet kërshërisë, shijeve, kushteve të tyre që vendosin sa herë që lëvizin. Ne ju falenderojmë për vëmendjen që tregoni në transmetimet tona, ndërkohë që guidat e reja patjetër që do të zënë vend në emisionet e ardhshme, në emisionin Pushos Shqiptare, por këtë praktikë të ndaljes her pas here për të rifreskuar gjithë guidat që kemi bërë, ne e sjellim në mënyrë të përmbledhur si sugjerime të bukura për të gjithë ju të dashur teleshikues. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Natën e mirë.